Sa thellë është krimi organizuar I lidhur me politikën në Shqipëri sot, a ka mbrojtje nga lart? Dosja Suel Çelës për shembull, në Elbasan tregon për lidhje të fuqishme lokale, për shkuar tek prokurori, për shkuar tek gjyqtarja, siç ishte rasti pajtimi Fetall, apo lidhje me zyrtar lokal, me polic, oficera policie, etj. Me radhë. Mirë, po deri këtu na rri dosja. Në momentin kur themi një organizatë kriminale, organizata kriminale kërkon të ketë lidhje deri në nivelet qendrore të politikës. Kjo organizatë u cilësua e tillë Suel Çelës. Mirë, po lidhjet nuk na kanë dalë. Përgjimet e SKQC nuk kanë dalë gjitha. Çka kërkon prokuroria ndonjë, domethënë që bën letër porosi, vijnë ca letra të tjera nga autoritetet belge franceze, që falenderojmë dhe për kaq. Publikut nga kjo dosje SKQC? A ka aty tendencë për të fshehur emra të përveçëm? Besoj pa. Këtu ta them me bindje që aty ka tendencë. Berisha disa herë ka bërë disa denoncime. Berisha ka përmendur Tauland Ballën, emrin e përveçëm I cili është I lidhur me grupin e Elbasanit. A është vërtet sipas teje ky njeri, ky politikan, njeriu që I ka kontrolluar bandën e Elbasanit duke marrë si referencë dhe numrin e votave që mori në 2021? Tani sipas asaj që thot Berisha dhe kodeve që nxjerr, Berisha e lidh me këtë histori. Përmend ka një lloj lidhje, por a del kjo faktuale, a del kjo e vërtet, nuk di ta them. Por, a mund të çojmë dyshim këto që thot Berisha me kaq këmbgulje, se kam përshtypjen politikanët gjithnjëri din ku janë lidhjet e gjithsecilit me personazh të botës së krimit. Ai din këta I din shumë mirë ku I kanë hallet e njëri tjetrit. Dhe fakti që dele përmend, ndoshta mund të jetë vërtet, por unë gjithsesi, do doja t'ia lija sistemin të drejtësisë në këtë rast, SPAK-ut, shpresoj shumë që çështje të tilla t'i çojë deri në finalizimin e plot për të goditur dhe për shkuar deri tek lidhjet më të forta të politikës, sepse ende nuk I kemi pasur, nuk I kemi gjetur më saktë lidhjet e politikës qendrore me aktorët kriminal në vendin tonë. Do duhet gjendet kjo, nëse do gjendet në një moment që almer do të ishte një fitore madhe për qytetarët shqiptar, për sistemin e drejtësisë, dhe të fillojnë të kuptohet qartazi se si ka funksionuar 35 vite politika në Shqipëri, ku e ka marrë mbështetjen dhe pse shoqëria shqiptare do duhet përfundonte në këtë lloj gjendje, ku thash nuk vlerësohet më mësuesi, nuk vlerësohet më mjeku, nuk vlerësohet më një status shoqëror I cili dikur kishte dëshirë të flisë të takohen në rrugë.